Dua t'ju informoj se gjendja e pacientëve që dje ishin të hospitalizuar, të gjithë janë në gjendje relativisht stabile. Fatmirësisht asnjë prej pacientëve të cilët dje ishin hospitalizuar nuk ka pasur ndonjë farë komplikimi. Deri tash në klinikat e Shkupit ka 84 pacientë. Strategjinë e kishim pak e ndryshuar, dje të gjithë pacientët prej Koçanit dhe Shtipit i morëm këtu, pasi që 51 pacient tashmë janë jashtë vendit. Unë kisha deshur edhe një herë të tregoj se në Turqi janë 9 pacient, në Bullgari 14, në Greci 5, në Serbi 17, në Ungari 2 dhe në Romani 4. Sot shpresoj se shkon edhe një fluks i pacientëve, në Sloveni 4, në Kroaci 4, në Austri 6 dhe në Beograd edhe 12 pacient. Gjithashtu ka disa raste të reja të cilët pacient dje nuk janë paraqitur as pak te mjeku, po sot kanë paraqitur simptome të caktuara dhe janë paraqitur 2 pacientë në Shtip. Pasi më në Shtip dhe në Koçan thash nuk kemi më pacientë, të gjitha pasi u shprazën kapacitetet këtu i kemi nën kontrollin ton këtu në Shkup. Kështu që shpresoj që sot të formojmë edhe ekipe psikologjike, të cilët do të japin përkraje për pacientat, po edhe për familjet prej rastit tragjik që ndodhi në Koçan.